Kësaj shtëpie muze gjenden më shumë se 12.000 vepra arti. Ato janë të ndara në cikle, ku secila ka peshen e mesazhin e vet nga koha kur është punuar. Gjithë këtë pasuri arti e ka krijuar me shumë përkushtim piktori, akademik universitari i Fakultetit të Arteve në Prishtinë, profesori Isa Ali Musaj. 55 vjet krijimtari, ekspozita personale kolektive, brenda e jashtë vendi. Puna e tij ka zënë vend tashmë në shumë vende të botës. Rrugtimi i tij nuk ka qenë as pak i lehtë, por pikërisht kjo histori e vështirë, kjo sakrificë e madhe e popullit ton, është bërë frymëzimi më i madh për profesorin Ali Musaj që gjithçka ta ndriçoj nëpërmjet veprave figurative. Sipas profesorit Isa Ali Musaj, kontributi rrënjësor i krijimtarisë së tij është cikli Profile Dardane, që prap janë të lidhura me njeriun ton, me simbolikën njeriu është më i fortë se guri. Problemi është se unë si fëmijë jam përcaktu jetikisht që unë të merrna me pikturë, me vizatim, me krijimtari artistike, figurative edhe e kom pas detyrë jetësore. Edhe në kontinuitet ka vazhdu i tërë aktiviteti im për të marrë me këtë drejtim, domethënë me këtë lami, sepse unë jam përcaktu që fati im të lidhet me njeriun tonë në Kosovë, pse njeriu ynë në Kosovë ka qenë gjithmonë i vujtur edhe në atë mënyrë kam menduar që unë ta ndriçoj përmes veprave figurative. Kështu që nga kjo del se ma vonë jam marrë me Profile Dardane prej viteve të 80-ta, edhe këtu është kontributi, domethënë rrajnësor ose themelori krejt krijimtarisë time. Domethënë është cikli bosht, Profile Dardane, Dardania, që prap është shumë ngushtë e lidhur me njeriun ton, me simbolikën që njeriu është më i fortë se guri, pse gjitha figurat që i kam pikturuar në këtë cikël janë prej guri. Domethënë njeriu më i fortë se guri, ose guri rënd peshon në vendin e vet, që është tepër interesant për neve, gjithmonë populli ka thonë këtë, pse njeriu ynë ka pas shumë peripeti gjatë jetës. Mandej elementi tjetër që është shumë interesant, që mu më ka përcjell një informim i padrejtësive që kanë bërë popullit tonë, popullit shqiptar. Nivel Jugoslavie. Ne kemi qenë si popullet dore 2, dore 3, edhe një farforme kemi qenë në çmu. Kjo më ka mundu shumë gjatë krejt jetës time, edhe këto peripeti kryesisht më kanë detyruar që unë të merrna me të kaluarën tonë, pse edhe historia jonë është mohu qëllimisht. Kjo më ka detyruar mua që rregullisht merrna me themelet në vërtet të kaluarës tonë, që ti ndriçoj si krijues, domethënë jo si arkeolog, por si krijues, edhe këto vlera do të meten në trojet tona që nesër pas nesër do të dëshmojnë se ne jemi popull i lashtë. Ndaj edhe nga kritikët e artit e jeni vlerësuar që përveç e pikturani shqip, është shpreha do thotë në bazë të vlerësimit, ju mendoni, flisni dhe pikturani shqip. Po kjo ka qenë detyra ime, domethënë unë mendoj se ne edhe unë posaçërisht kam menduar që duhet të jem ai që jam. Domethënë nuk është me interes që ne të paraqitem si anglez apo amerikan apo dikush tjetër, ne duhet gjithmonë ta paraqesim vetveten me vlerat tona kombëtare që kemi shumë. Brenda mureve të kësaj shtëpie muze arti janë mbi 20 cikle të prezantuara në 3 kate, ku secila ka një mesazh. Brenda këtyre mureve ka më shumë se 20 cikle, ka 22. Po o cikli bosht është ky që janë Profile Dardane, që edhe këtu janë disa cikle. Domethënë në kuadër të Profileve Dardane, në kuadër të një figura kretë janë Profile Dardane kryesisht, por këtu janë figurat pe guri, njerëzit pe guri. Dhe janë mbi 12.000 punime. 12.000 punime këtu janë. Kjo është e veçanta pse
unë numëroj dikun parafërsisht edhe po këtë shifër që i kam jashtë vende që janë shqit në përbot, që gjindën në përbot. Do më thonë, nëse mbledhen ato me këto atër dalin mini 24.000 po dalin dikun. Do më thonë, kjo është shifra reale që është e parafërta. Kjo që janë mrena 12.000, për këto jam tepër i veçantë, edhe këto mund në çdo kohë mund shiqohen, preken edhe të numërohen. Në katën e dytë të këtij muzeu arti janë të prezantuara ciklet të kombinuara, cikli Exodi, shpellat, parakulle, derisa në qendër të dhomës ka vendosur portretin e nënës. Këto është kati i dytë i kësaj shtëpie, muzeu. Këtu ka cikle paka shumë ma të kombinuara, në vërtet është një pjesë e ciklit Exodi. Mandej pjesa tjetër janë shpellat, që prap lidhen me të kaluarën tonë, do më thonë lartësia, populli dihet në lartësi ka jetu edhe në për shpella, do më thonë pelazgët. Kjo është o bo me qëllim caktuar edhe këto janë një vlerë tepër e veçantë, krahasim me pjesën tjetër. Por, profesor, të mos harrojmë, sigurisht të e flisni në përgjithësi se çfarë është prezentuar, këtu në qendër të kësaj dhome është një pikturë e nënës tuaj. Po. Është portreti cilin e komponuar se ka qenë prej një fotografie si fëmijë kur kam qenë unë dhe ka qenë shumë e dashur për mua atko. Edhe kam pas vendos ta pikturoja. Mirë, por gjatë luftës paramilitarët i morën rreth 100 vepra në studion tim në Pej, përveç tjera është gjitha pikturat që kanë qenë me elemente kombëtare i kanë shpue, ose i kanë prej, ose në format ndryshme i kanë shkel, i kanë azgjasu me qëllim që faktikisht ju kanë pengu këto vlerat kombëtare. Edhe këta kanë qenë me smuje patologjike nga urrëtia ndërshekuj ndaj shqiptarëve, që ka qenë një padrejtësi, ka qenë një smundje tyne shumë në kontinuitet e reflektume. Këto janë nëjse qasjet ndryshme, po se cila prej këtyne veprave ka një psikologjie, ka një vlerë artistike, është e veçantë për tjerave. Dhe më thonë, këto gjitha janë ndërlidhje mes veti, mirë, po me gjitha të janë të veçanta se cila për veti. Përveç kësaj pjesës të madhe, ku janë të prezentuara shumë piktura, e kemi edhe një pjesë tjetër në kuadër të njëjtit kat. Po, e paraqitura dhe pikturat e tjera. Kjo është cikli parakulle, që ujune, dhe më thonë, figura që ndrojnë parakulle, është dikun i viteve 93-96, edhe këtu njerëzit janë prej guri, faktikisht, gjithë një është menu që njeri u maj fort se guri, por është koha kur populata me të madhe ka ikë prej Kosove, edhe unë e kom një vetën një farforme të obligum që ta paraqesën veprat e mia këtë situatë, që njerëzit janë të gurxuar parakulle, faktikisht. Edhe pse shpërngulën, kanë me met aty një pjesë edhe kanë me qenë, dhe më thonë, themeljet të kombit tonë ndërshekuj. Në një dhomë të katit të dy të kësaj shtëpie muzearti, profesori ka paraqitur kolazhe të ngjarjeve të vitit 1998 të Prekazit si dëshmi e përjetimeve të njerëzve të pafajshëm. Po këto janë kolazhet e mia kryesisht, edhe këtu është një numër shumë i madh i kolazheve. Nuk janë të gjitha të ekspozume, është vetëm një pjesë, por disa prej tyre më të rëndësishme, sikur kjo për shembull. Ky kolazh është teknike kombinuar, kolazh i punuar në vitin 1998, kur ka ngjadhe Prekazi. Kjo si dëshmi që njerëz e pafajshëm pushkatohen nga paramilitarët nga ushtria sërbe, edhe këta ushtarët sërbë janë të veshur me
e pare të Serbisë, faktikisht, ka qenë që është interesi që sa ma shumë shqiptarë të vritën edhe pushtohen trojet tona. Më thonë, kjo ka qenë mesazhi dhe qëllimi që edhe e kom punu këtë. Dhe ju edhe në kohën më të vështirë e keni paraqitur? E kom punu edhe kjo ka qenë në galerinë time, në muzeun, në vërtetën në galerinë në Pej, në studion time ka qenë mbuluar me një pikturë shumë më të madhe, edhe për hir të asaj që s'kan mujt me marë, ka qenë mbuluar me pikturën e madhe, nuk o di që është kjo mbrend. Përndryshe e kishin prej, ose e kishin djegë dhe shpinë. Kati i tretë është i mbushur me vepra të ndryshme të punuara për Eksodin. Kati i tretë është kryesisht me veprat që janë të punuara për Eksodin. Është, domethënë, këtu janë dimensione të ndryshme, të mëdha, edhe të vogla, edhe të mesme. Mirë po, unë kam pas si obligim, pse në krejt Kosovë gjatë luftës së fundit kanë gjaj Eksodi. Domethënë, popullata është shpërngul me qëllim caktuar për i trojeve të veta, mirë po gjatë shpërnguljes, po edhe ndërshekuj e kemi përjetuar Eksodin neve, rregullisht ka, domethënë, pa rregullsi kuptimin, ka viktima, ka njerëz të pafajshëm që vdesin, fëmijë, gra, edhe këtu, në këtë pjesën afër kësaj ndërtese, këtu është rruga që o quajtë edhe rruga e shpëtimit. Domethënë, përmes kësaj rruge ka ndalë malëzi. Popullata ka ikë, domethënë, prej lufte, prej katrahurave, prej gjithë asaj që ka ushtru, domethënë, Serbia në këtë popull. Edhe o quajtë edhe rruga e shpëtimit. Domethënë, kjo është një pjesë që unë e kam obligative të quaja për trevën, pse edhe unë e kam përjetu Eksodin, edhe unë e kam qenë pjesëtari i Eksodit. Profesori Isa Ali Musaj thekson se vendi jonë është i pasur me kulturë dhe art, të cilat duhet të pozicionohen në muze të dedikuara dhe t'i tregojnë botës për vlerat e popullit tonë. Derisa planet e tij janë që krijimtarin e tij ta finalizoj me një monografi. Ka vizitor, po nuk e kam reklamuar nivel se kam menduar që do ta finalizoj me një monografi, edhe do të krijohet një situatë se këto është një punë shumë e madhe për muzeun, ma shumë se 12.000 vepra duhet në evidencë. Duhet të evidentohen me dimensione, me gjitha dhënat, që është një punë e jashtëzakonshme, punë kolosale. Ndoshta duhet një donacion, duhet dikush me ndihmu në këtë drejtim, se këto duket lehtë që unë i kom kriju, po nuk i kom kriju lehtë. Domethënë është një kohë jashtëzakonshme, janë 55 vite kohë. E tash unë e pres që një ditë do të ta kem përkrahjen edhe të Ministrisë Kulturës, edhe këto vepra do të hinë në evidencë, të mirëfillt, edhe do të vetë muzeu do ta merr dimensionin e vet të duhur, këto trojen, këtu ku kam lindur. Shpresojmë edhe ne që kjo të arrihet sa më shpejt. Profesor, faleminderit shumë. Me kënaqësi do doja që të flasim edhe shumë sepse ka çfarë të bisedohet. Mirë për shkak të minutazhës që e kemi. Faleminderit për juve që ishit. Unë jo mirënjohës pse rretëken e kam miket të vjetër. Edhe që ish pas lufte kem bashkëpunu shumë. Edhe kam shumë emisione me ju, kështu që ju jam shumë falenderues. Faleminderit edhe një herë. Shtëpia Muze Arti gjendet në fshatin Strelc të Deçanit, ku secili që dëshiron mund të shkojë dhe të shohë nga afër vepra të panumërta të profesorit Ali Musaj.